Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit. Në fakt mundohem që t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve që më vinë në adresën time, nga interesi i madh në fakt që kanë për çiftin Briteo, për Brikenën dhe për Mateon. Pikpyetje të shumta, Tiron pse Brikena nuk poston në Instagramin e saj, Tiron çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre, a është gjithçka në rregull, mos vallë kanë ndonjë krisje. Në fakt duke u bazuar në intervistën e Mateos dhënë së fundmi në televizionin Top Channel, unë pash një Mateo shumë të përmbushur, unë pash një Mateo shumë të kompletuar, të lumtur, një Mateo pozitiv që në fakt po i shionte të dy medaljet, dhe fitoren nga Big Brotheri, fitoren në aspektin e publikut, fitoren në aspektin e do me thënë të ëndrave të tij, të realizimit të rrugtimit të tij, dhe në anën tjetër fitoren e një dashurie, do me thënë manifestonte të gjitha këto gjërat. I ka manifestuar në fakt dhe më herët, sepse edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, Mateo ka manifestuar lidhjen me Brikenën, po të mos e kishte manifestuar, po të mos e kishte ëndërruar, nuk do të kishte ardhur deri në këtë pikën, dhe kështu që do me thënë Mateo arriti që të realizoj ëndrat e tij. Tani, pyetja më e madhe që më bëhet është kjo: a është ndarë Mateo dhe Brikena? Gjatë kohës kur Brikena ka qenë në Tiranë, këto janë nga paparazi, do me thënë janë informacione të zëna nga njerëzit të afërt rreth e qark apartamentit të Mateos. Apartamentin Mateo, do me thënë, e ka në një zonë të universiteti, mos nxjerrim lagjen të ruajmë privatësinë. Dhe pikërisht aty njerëzit e kanë parë Brikenën, do me thënë e kanë parë Brikenën shoqëruar me Mateon, i kanë parë të dy së bashku, që nën kupton marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos është jashtëzakonisht e lumtur dhe është shumë e bukur. Po nga fakti që Brikena ka përzgjedhur që për një kohë të caktuar të jetë në Kosovë dhe për një kohë të caktuar ndoshta do të udhton për në Itali për të takuar familjarët e saj, për të takuar nënën e saj, babain e saj, njerëzit më të afërt, aty lë për të kuptuar që Brikena ndoshta është duke e përdorur pak dhe këtë mekanizmin që publiku të jetë kurreshtar për të dhe për Mateon, dhe jo më kot nuk poston në rrjetet sociale. Por nuk do të thotë që mos postimi në rrjetet sociale e ka bërë Brikenën dhe Mateon që të kenë një krisje në marrëdhënien e tyre. Po të kishte krisje, nuk do të ekzistonin fotografi të asnjëri dhe tjetrit në rrjetet sociale. Vetë Mateo e konfirmoi që këtë vit nuk do të kemi dasëm, por dasma do të ndodhen më andej, por këtë vit çifti do të shijon momentet e bukura, do të shijon pushimet, do të shijon dashurinë, do të kalojnë çastet më fantastike pranë njëri tjetrit. Do me thënë, kemi të bëjmë me një çift që jetën e tyre private, me sa unë e shoh, duan ta mbajnë private. Tani te Brikena kjo gjëja ka triumfuar pak, sepse edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, Brikena ishte shumë konfuze për të folur për jetën e saj private, për të folur për nënën e saj, për të folur për babain e saj. Domethënë, ajo dëshironte që të njihet si Brikena dhe jo si Brikena dhe jeta e saj. Në aspektin familjar, do me thënë, se ka patur edhe shumë pyetje Tiron, si mendon familja, në aspektin familjar, Brikena dhe Mateo janë harmonikisht shumë mirë, janë shumë të lumtur, ka marrë një mbështetje, ka marrë një duartrokitje, ka marrë një pëlqim nga ana e familjes së Brikenës, do me thënë, e pëlqejnë Mateon si djalë, e duan ta kenë në dhëndër, nuk ka paragjykime, sepse ato paragjykimet edhe që ka ndodhur dikur, ka ndodhur kur Mateo dhe Brikena kanë qenë shumë të rinj në moshë, dhe është më se normale, do me thënë, si prindër, për të ruajtur fëmijën e tyre mund të bëjnë realisht ndërhyrje të këtilla. Dhe nga ana tjetër, në këtë rast do me thënë, Mateo
po pëlqehet shumë edhe domethënë në shoqërinë e Brikenës, por edhe nga ana e familjes së Brikenës, marrëdhënia është e pranueshme, janë shumë të lumtur që Brikenën e kanë përzgjedhur si nuse. Edhe nëpër këto takimet e kafes që nëna e Mateos ka patur me miket e saj, me gratë e lagjes në zonën ku ajo jeton, sepse un kam një audiencë të gjerë domethënë, të njerëzve të cilët më ndjekin dhe më shkruajnë për shtypjet e para, qoftë edhe nëse e takojnë Mateon apo nënën e saj apo babain e saj në rrugë, ka arritur që të shprehen dashurinë më të madhe dhe mbështetjen më të madhe për Brikenën. Domethënë, marrëdhënia e Mateos edhe Brikenës, marrëdhënia e çiftit është perfekte. Fakti që Brikena nuk ka reaguar dhe fakti që Brikena nuk ka dalë në asnjë intervistë deri më tani, Brikena dëshiron që gjërat e saj, domethënë, t'i lërë në kohën kur ajo të jetë gati. Brikena është në Kosovë, ashtu siç tha Mateo, vazhdon të jetë atje, domethënë pranë familjarëve të saj, ndoshta edhe për ca ditë të caktuara, dhe me patjetër që do t'i shohim në Shqipëri, duke ndarë foto së bashku, duke kaluar momente së bashku dhe duke u argëtuar mes njëri tjetrit, ëh, domethënë ka vetëm 2 ditë që kanë mbaruar së takuari mes njëri tjetrit. Mateo është shumë i lumtur, Mateo ndjet i privilegjuar në fakt që ka arritur të ketë në krah një vajzë siç është Brikena me të gjitha të mirat edhe të këqijat e saj dhe ndjet falendërues ndaj krijuesit për atë se çfarë ai solli në jetë. Unë mendoj që janë natyra që përshtaten shumë, kanë një kimi të jashtëzakonshme, kanë një kimi shumë të bukur mes njëri tjetrit, kanë një kimi fantastike dhe mendoj që kjo kimia do t'i nxjerrë gjithmonë të lumtur dhe të gëzuar. Domethënë do t'jenë gjithmonë në favor të njëri tjetrit. Duke e njohur Mateon se çfarë karakteri ka, duke e njohur Mateon se çfarë djali është, duke e njohur Mateon se çfarë tipi ka, jam i bindur që Mateo do të shëndrit në dashurinë e madhe që ka për Brikenën dhe do t'jenë një çift që do t'na argëtojnë, do t'jenë një çift që do t'na pushtojnë zemrat dhe do t'na japin atë ndjesinë e një dashurie të bukur që kemi arritur që ta marrim. Uroj me zemër që ta jetojmë të gjithë këtë armë të bukur që Brikena dhe Mateo na e dha. Më shkruani dhe ju mendimin tuaj, analizën tuaj rreth kësaj ngjarje se çfarë në fakt pritet që të ndodhë te ky çift i cili është një ndër çiftet më të dashura dhe më të lumtura të këtij formatit. Dhe mbi të gjitha është një e bukur sepse Brikena është duke ruajtur edhe me pak fanatizëm të dashurin e saj dhe marrëdhënie rreth të dashurit. Por unë e di që sot çifti do të nxjerrë një fotografi. Se çfarë fotografish janë ato, do t'i presim në momentet në vazhdim.